Ramazani paraqet një mundësi, nxitoni drejt xhennetit. Është e nevojshme që besimtari, si në agjërim, ashtu edhe në jetën e përditshme të tij, të ngallënjej, sepse Ramazani, sikurse edhe jeta paraqet lojë, ndërsa Allahu i Madhërisëm na jep mundësi si ta përdorim forcën dhe energjinë në këtë lojë të madhe. Ramazani është stina dhe mundësia më e frytshme çdo besimtari. Çdo Ramazan, çdo ditë, çdo ore Ramazanit është vetëm një rast në jetë. Nëse besimtari e humb atë rast nga neglizhenca, nuk do t'i kthehet më. Ramazani është si jeta, sikur hëna e re që na kujton lindjen e hënës, hënën e plot, dhe mandej dal nga dal, pak nga pak, ditë pas dite, na kujton largimin nga kjo botë. Agjëruesi sinqert shpreson në Bajramin. Besimtari i cili ka jetuar midis frikës dhe shpresës, mirësive dhe sprovave, lotëve dhe buzëqeshjeve, mund të shpresoj dhe ta pres agimin e Bajramit të mbushur për plot me gëzim. Allahu i Madhërisëm thot: "Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni nëpër tokë, kërkoni nga mirësitë e Allahut dhe përmendeni shumë Allahun në mënyrë që të shpëtoni." Surja El Gjumua 10. Në ajetin tjetër thot: "Thuaj, udhëtoni nëpër botë e shihni çfarë dënimi kanë marrë ata që përgënjeshtronin të dërguarit." Surja Nam 11. Ka shumë ajete kuranore, në të cilat Allahu i plotfuqishëm lejon, madje kërkon prej besimtarëve të ndërmarrin diçka, sikur udhtimi, siru, shpërndarja, fente shiru dhe të ngjashme. Por në ajetet në të cilat ai flet për rrugën drejt Allahut, i plotfuqishëm i përdor terma të tjerë. Zoti i gjithësisë thot në Kuranin famëlart: "Nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhennetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit." Surja Ali Imran 133. Gjithashtu në ajetin tjetër thot: "Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhenetin, që gjerësia e tij është si gjerësia e qiellit e tokës, i përgatitur për ata që i besuan Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është dhuntia e Allahut, që ja jep kujt të dojë, e Allahu është dhuruesi i madh." Surja El Hadid 21. Dhe si kulminacion, Allahu i plotfuqishëm në formën më të theksuar thot: "Andaj, ikni prej dënimit drejt shpërblimit të Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij si paralajmërues i qartë." Surja Dhariyat 50. Prandaj, duke i ndjekur udhëzimet e tij në jetë, dhe veçanërisht gjatë muajit të Ramazan, muajin e faljes dhe çlirimit nga zjarri, besimtari duhet të ngutet ta shpeshtojë dhikrin, të lexojë Kur'an, të falë namaz të natës, të jap sadaka. Në radhë të parë përmendim dhikrin sepse ajo është pronë e fukarave dhe miskinëve, të angazhuar me punë për ekzistencë, edhe sepse edhe kur nuk mund të falim namaz natë, edhe kur nuk mund të lexojmë Kur'an dhe të shpërndajmë sadaka, mund të bëjmë dhikr me shpirt dhe mendje, ta kujtojmë Allahun dhe mirësitë e tij.